Në kuadër të ditës ndërkombëtare të muzeve u zhvillua në Shkodër një aktivitet i veçantë kushtuar fëmijëve, me fokus edukimin kulturor që nis në moshë të vogël. Gjatë aktivitetit u promovua dhe libri me ngjyrosje skicura, një botim që sill për fëmijët 15 monumente të trashëgimisë kulturore të Shkodrës. Muzej, kulla, ura dhe banesa historike vinë në këtë libër si një mënyrë kreative për të afruar të veçlit me historinë dhe identitetin kulturor të qytetit. Atëherë, është kënaqësi për mua sot, si pjesë e DRTK Shkodër, më çdon mundësia për me kontribu sadopak në trashëgiminë kulturore për promovimin e saj në Shkodër. Ky promovim bëhet në kuadër të ditës ndërkombëtare të muzeve, që është dita 18 maj. Është një libër që është punu me shumë dashuri për me shërby fëmijëve që me njoft trashëgiminë kulturore të vendit të tyre që në moshë të hershme, me anë të ngjyrave, të lojës, të imagjinatës. Ky është një libër që është punu nga unë, edhe